Modalitetet imazherike në Shqipëri kanë avancuar mjaft. Së fundmi po tentojmë të fusim atë që është imazheri intervencionuese, që ka lidhje me bërjen tashmë jo vetëm të diagnostifikimit nëpërmjet imazheve, por dhe të trajtimit të patologjive nëpërmjet imazheve, pa ndërhyrë drejt për drejt duke hapur trupin e njeriut. Atëherë, imazheri intervencionuese ndahet në disa grupe, ndahet në grupin e imazherisë intervencionuese diagnostike, ku përfshin kryesisht biopsitë. Për shembull, nëse një person nëpërmjet ekografisë dyshojmë që ka një masë në mëlçi ose një masë në mushkëri, e cila nga ana imazherike dyshohet që është kancer, dhe interpretimet radiologjike që ne vendosim mbi bazën e imazheve i ndajmë në bazë të klasifikimeve europiane, për shembull për tiroidën është Tirac, për prostatën është Pirac, për gjirin është Birac dhe ka 1, 2, 3, 4 apo 5. Në varësi të saj, për shembull, nëse ne themi Pirac 4, pra grupi 4 që ka probabilitet shumë të madh për shfaqjen e një patologji maligne, ne duhet ta konfirmojmë këtë gjë. Dhe konfirmimi i biopsisë mund të realizohet në dy forma, ose duke hapur pacientin dhe duke operuar, duke nxjerrë masën dhe pastaj ta çosh për biopsi, ose nëpërmjet imazherisë intervencionuese, kjo procedurë bëhet akoma më e thjeshtë. Nëpërmjet një agje të holl, ne e dërgojmë duke e ndjekur në imazhe, pra në skaner ose në ekografi, majën e agjes pikërisht atje ku është lezioni, ku është tumori. Dhe nëpërmjet një agje tjetër që futet mbi agën e parë, ajo bën një klik dhe realizon marrjen e grimcave të indit brenda tumorit. Këto grimca ne i dërgojmë tek mjeku anatom patolog, i cili vendos tashmë diagnozën.